fshatin tonë nuk e kanë ditë që është në hartë më. Pas kur jena na vizitu për vota, fshati joni ka pas para luftë ka pas dikon 130 shtëpia 40 dikon. Tash janë 2-3 shtëpia. Janë largu krejt për këtij fshati. Në fshatin tonë asnjë metër asfalt nuk ushtru kërkon. Asnjë rrugë nuk ushtru në fshatin Rashan, as nuk asfaltu asnjë kaci, asnjë kolit, asfalt nuk gjithkon. Edhe si pasojë që tyre, u bosh për ngulja. Për mua ka qenë edhe kur kom shoh fshatin se nuk jam lind dhe kom pas dikon 48 vjeta 50 kur jam largu për fshatit. Tash u mush toka therra, luga se po na kërkosh. Jena larguar se valla që to mëtshëm dimnet sikur me kon borë se smush me dal pe fshat, pe shtëpia, pe bolte, pe lloçi, pe burë. Kërkush nuk koni dalën atë kur na shkuan mas lufte. Toni na kon të jetuar në fshat. Ja kena kërku vetë që rrugë më na rregullue. Miqtë mi dashur në fshatin Rashan, kemi me taku edhe një banor tjetër, i cili ka më na fol pak më shumë për këtë fshat, edhe kryesisht me problemet me të cilat përballet ky fshat. Ai quhet Fadil Rudhani, edhe po shkojmë edhe po e intervistojmë. Si e nderuma i mirë? Si e? Si po kalon? Mirë, jo. Me shëndet? Mirë ashnash. Jo, që po kaloni? Mirë vallaj, ç'është? Apo lodhne? Ka pak si krejt, jo? Jo, mirë, jo. Me shëndet? Po alhamdulillah mirë shumë. Qysh je? Po mirë jemi, jo. Apo lodhne që po kaloni? Vallaj mirë ç'është edhe na. Apo lodhne në portaren? Ka pak po. Po takojmë njerëz të mirë, kështu që nuk penina fort atë lodhjen se shumë njerëz të mirë normal na për fshatra. Apo na fol pak më shumë ti e banori fshatit Rashan. Po. Edhe me çfarë merresh? Unë jam largu për këtij fshati para 2-13 vjetë. Okej. Shkaku edhe kanë qenë pasojë të rrugës edhe zhvillimi i fshatit. U kanë shumë nga dalë edhe hiç s'ka funksionu fare. Na kena pas në rrugë kena pas mbyllta shumë. Por shkak se jemi edhe fshati hapun, se për një lagje i ka gati 70 kilometra. Po, do me thonë... Jemi lagjet, jemi larg, rrugët i kena pas shumë të këqija, që për me pas dikon një rast urgjent smut, nuk kena mujt bile pejnë vjesht, kur ka roshi e deri në verë, s'kena mujt me po lëvizje me kjerë heq, në për fshat. Dhe shpesh herë kena shku në komunin, në kuë, kena bisedu, kena kërkun për ndrrim, për rregullim në rrugëve. Ata të bile një rast, një pas shku të Mërsel Ibrahimi, konkretari komunës më kujtuhet, jena shku 6-7 vetë për fshati, jena organizue, tha kena problem, tha qytetin, tha me rregullu ta njerë. Tha shëndëror, tha shkrytar, tha qytetar, tha nuk la vinë fshat, tha po na larguam pjatujit. Dhe më thonë që kam pas atë mendjen që veç me rregullu afër qytetit dhe ku ka pas të ndera që ka dalë para më shumë. Neve na lanë mas dore, fshati joni ka pas para luftë ka pas dikon 130 shtëpia 40 dikon. Tash sa shtëpia i ka? Tash janë 2-3 shtëpia, 15 shtëpia zia janë ja. Janë largu krejt për këtij fshati. Është tokë bujqësore, tokë pjellore është. Çka të më zbohat. Po kushtet do me thonë... Kushtet edhe po shteti na ka mundësu për mu largu për këtë ujtë. Nuk kanë bërë kur fare investimi që. E për ty do me thonë sa... Asad nuk bojnë investim, se të mrena në fshatin tonë asnjë metër asfalt nuk ushtru kërkon. Kërkon heq asnjë metër. Një rrugë kanë shtruhet, dikon u konë vitit 78-79 ka shtruhet një rrugë në asfalt. Atëherë sistemi komunist kërkon, pej Mitrovicës në Rashan, mos ka qitë kërkosh asfalt. Prej 79-ës? 79-80 konceptet nuk e di, nuk më kujtohet. Prej vitit 1979, asnjë rrugë nuk është shtruar. Asnjë rrugë nuk është shtruar në fshatin Rashan, as nuk asfaltu, asnjë kaci, asnjë kolit, asfalt nuk është gjithkun. Edhe si pasojë këtyre... Edhe si pasojë që tyre, u bosh për ngulja, u praktisë fshati, i praktisë tokat, edhe unë jam një ndërta që më ka desh me dalë, më largu nga fshati. Është një farë, nuk e di. Po sa edhe më shumë është për ty? Shumë është edhe më, se për mua ka qenë edhe që kur kom shoh fshatin se nuk jam lind dhe kom pas dikon 48 vjeta 50 kur jam largu për fshatit. Okej. Edhe për mua ka qenë shumë e rëndë më largu për fshatit. Do më thonë gjysma e jetës më ka kaluar në fshat dhe më largu për fshati ka qenë e rëndë për mua. Po më ka desh më largu për shkak të mia, për shkak
fëmija me pas ma shumë mundësi me shkollu, me punu, me largue, nuk isha largu, me konë në rrugë e mirë. Nuk isha dalë për këtu vitë kur. Po konë rrugë, që nuk kena mujtë me rëmenu deshtë dimnit kur oro bërë, në shte peshin 20 rrugë që ato. Na u ka deshtë me traktora, me ta në kena pas një smut, me qitë si kur me konë Bangladesh. Në që 3 mahallë, në që për me që një smut e miku. Do më thonë që atë rrugën që po e shumë atje, po besej kamera... Që të shpija, mush me fokusu që atë rrugën që të, që asajte. Në ka desht me ardhë, në ka desht 3 mahallë me dalë, me qelë rrugë, edhe me pru një smut me qitë të këtejnë të shkolla që konë asfalti. Dikon në kena 4 km kena, e kom pas shpim për asfalti, 4 km. Do më thonë kushte që ti ma thestin Bangladesh, po, ashtu dhe i qyshe në konë shumë kushtet. Edhe s'ka intervenue asë një qeveri komunale që jo konë. Pej mas lufte, në këtë fshat asë një qeveri nuk ka. Po pse ka që lanën mas dore, Rashani? Nuk e di pse, nuk i kam pa ta interesat e veta, se qëta herë, këta i përcilën dhe i këshyri interesat e veta personale që ka ju djetë. Që se nuk kanë interes për veti, që s'kanë interes për veti diçka, për neve nuk e mushtë. Pse po mënëm Baca Fadil që e ka një kaq mas dore Rashanin? Jo veç Rashanin, po shumë fshatra shalës për pas Bajgurës, diçka kanë investu në fshatin Bajgurë. Po se është po pak si atrakcion turistik, në qatë fshat. Tjera fshatra për neve nuk ka pas investime. Nuk ka pas investime, kur që bile, adin me të regushtë, fshatin tënë nuk e kanë ditë që është në hardë më duket. Për pas kurinar me në vizitu për vota, kur kanë lypë vota e në ardhë, kanë lypë që të vota, në kanë përëmtu që kena mjë ndihmu në rrugën këtu dhe s'ta kanë ndihmu kur. Na vetë jena kombinuën fshati, banorët e fshatit, kena dalë edhe kena mledhët në pare, dhe kena shtru, kena pru në traktor, në kamion zallë, diqka kena bo me pare tuna. Me pare tuja? Me pare tuna, po me pare tuna, kena shtru, kena pagu, kena shtru ka pak, do vena, jo, rrugën krejt jo. Po me zhavare me këto, do me të në në zhavare kena qitë dikon ku s'kena mujt me kaluë, kena bo vetë. Monshme me kaluë. Punë të cilat është dasht me kry komuna, i keni kry ju fshatarë. Po na vetë fshatarë, se na bash me taksat tona, se na që të duka të gjithë fshat, kena jep kontributë, kena jep ka pos me taksat tona, që kena jep komunës e shtetit, s'na kanë ndihmu. E vërtet pagu normal. S'na kanë ndihmu kur që. Gjithçka lypet, taksa lypet me pagu gjithësysh. Po, e vërtet, e masanina. Nëse s'paguhet nuk mundesh me rregullu dokument. Nuk mundesh me po kur gjë. Ato ku kanë nevojë për veti, mi marr parë ti marrin. E gjojnë në mënyrë për me ti marr taksat. A për me të ndihmu nuk kanë. Nuk ka edhe nuk shpresoj që në herë kanë më ndihmu diçka. E sa dhëmshme është për ty kja, normal po, shumë dhëmshme, e shek ka kalu një kohë, tash bota po ecë për para, unë kam këtu i kom pas, durën zemër. Dikon 5-6 hektar tokë i kom pas. Po. I punojsha, i mjellsha, tash im shku i kam 20 orë i kam ku i më dalë. Je dalë në qytetin e Mitrovicës? I më dalë një fshat, ato fshatë nuk ka qytet, fshat. Është afër asfaltit, afër rrugës, afër shkollës, i më dalë për këtuit. Ato i kam 20 orë, këtu i kam pas një 6 hektar tokë. Kjo është shumë e dhëmshme, pra po e thëmë, bota po ecë për para, po tash mirët me gjithçka. U mush të ka thera, luga se për në kërkush. Këto na ka mundësue demokracia mas lufte, po shteti jonë, na ka mundësue me lanë tokët e me dalë për këtuit. Baca Fadil, unë e të thash... Unë jam i mlefosër me këtë pushtet. Po, normal është, do të me qenë i mlefosër. I mlefosër jam zërë zakonisht, se në ka lanë brapa. Na me probleme shumë pa lidhje që është dashtë më regullu. Tash në vitin 2025, jem të hyrë në vitin 2026. Gjithçka po ecë për para, po sillet rreth teknologjisë, rreth inteligjencës artificiale. Në Kosovë halo ka fshatra që prej 1979-ës nuk është asfaltu asnjë rrugë. Asnjë rrugë këtë fshat. Kryesisht jem të folë domethënë për fshatin Rashan. Edhe për pjesë të tjera të fshatit. Por ujë edhe këtë fshat ka mungesë ujë për shkak të minierës Trepçës.
se në ka i kujt për këti fshatit, ta shumë zërë me gjithujnë, në kry bunara, miniera, thojnë kërë qelë horizonti 11, trepë që njëve në ka hupujt për këtë ujt. Këna pas për penges, po jena mungesat të ujt, por ujë, tash dhe për shtetit nuk mune me lanë fajtor qaq, se është për shkak të ujt, është pak lartësi e madhe me na pru dhe qka, po rrugën kanë mujt. Rrugën kanë mujt me na e bas zgjidhje, po rrugën kanë mujt me na e bas zgjidhje. Edhe nuk është bas një zgjidhje. Nuk është bas një zgjidhje, nuk është bëheq. Kur fas zgjidhje. Banori këtij fshati ma the porzit që 5-6 hektari ke lanë këtu që i ke punu ma herët. Po, i kom punu ma herët. Edhe i ke bli 20 ori me një fshat tjetër që është ma afër asfaltit, ma afër rrugës. Rrugës i kom bli. Por shkak shkollimit, por shkak smuja se po smuan njerëzit, të mi ku me shkue, por shkak të mive, punës, me shku puna, jena largua se olla që të metëshëm dimnit, si kur me konë borë, se së mëshë me dalë pej fshat, pej shpijave, pej bolte, pej loqi, pej bure. Kujdesi konë zerë, kujdesi konë zerë. Baca Fadil, qa i kishe thonë, kujt ju kishe drejtuse? Po i tash në po di kujna se na ju këna thonë gjithve me renë. Gjdo parti që ka pas pushtetin na ju këna thonë. Gjdo kushjar me livë votë na ju këna thonë, kena munges të rrugës. Jo kam premtu? Na e kam premtu, po s'ne kanë realizu kur. Tash nuk kena dhe qa mjë thonë mu. Nuk dina qa mjë thonë. Ata e din, në hollë atë unë e din të tonë. Po nuk e në interesu më në minimue, t'i fshate, as i kënë interesu më kur. Nuk e dim qka me... Nuk lutim po, se thesh... Seriozisht është e dhimshme. Po, e dhimshme është. Edhe nuk e di ku regulohet, ama do të më regullu këtë problem, për shkak se ka banor t'i fshati që Ta tash e lonë njone që se merë njëne parti po shtetë e Mitrovic, tjetra ka qeverisjen në Prishtinë, edhe e lonë thonë që gjithet, edhe s'pëna një mona ja që jem na, s'pëna qëtë parë, pa ato nuk jenë adin, ato i këna kuptu që s'janë, kërkon ato, po mënur me arsitua, me bo arsitime, ato nuk jenë arsitime tyne, se nuk e pengon as nivelli qendror, to komunal, po këta shkojnë ato ku ka interes për veti, vjedhje, po vjedhje. Si të ka interes për veti, që ato punon. Si të interesojnë, ku pa thonë Mërsel Ibrahimi, se thash dhe ma heret, thash ata për Mitrovicë në Rashan zve kërkosh me jetue. Po duhet me ne bo kushet neve me ne që atje. Me ne që atje mësi mësë marrë ko pushtë. Se atëri në konkret fshatin, në komplet. Kërkosh në kokon i dalën atë kërë i në shku në mas lufte. Toni në konë të jetuve në fshat. Ja këna kërku veç që rrugë me ne rrugulluhe. Ta që jam e shku mi këshyre dhe... Edhe ta është ndalë krejt. Ta është ndalë krejt. Baca Fadil për funda kujt i drejtu është edhe a i kini mesazh? Nuk po di në kuj në mi drejtu mu. Qeveria nuk e ka nivelli i lartë i qeverisë, nuk e ka obligim për fshatra, to ka detyrë komuna, cili ka arë tash në rrugë shumë kryetarin në rrugë mas luftë, kush sa ka një muë, s'ki që e të kërkuj mu kur gjë. Me dalë në zgjedhje, do të me dalë, do të me jap dikuj votën, e kemi obligim qytetar është, por me ndryshu diçka, po se me ndryshojmë kur gjë. Faleminderit shumë për teje, inderum. Ka që ishte një intervista edhe me Fadilin, që është banori fshatit Rashana dhe prej vitit 1979 nuk është asfaltu asë një rrugë këto. Edhe si pasojë e kësaj është detyru me lëshu fshatin. Do me thonë, ky fshat prej 150 shtëpi, sot i ka 2-13 shtëpi të banueshme. Edhe për shpresoj që krejt kjo intervistë dhe krejt të probleme me cilat hasen fshatarët, shkojnë veshin e durë dhe rregullohen probleme. Shihemi prapë.